Pini një gotë hire në ditë dhe do befasojeni me atë që do t'i ndodhë mëlçisë dhe trupit. Hira është lëngu i cili përfitohet nga qumshti i lopës në rast të përpunimit të djathit. Është shumë e pasur me minerale, vitamina, aminoacide, proteina dhe bashkime të tjera të cilat janë të shëndetshme për organizmin. Meqense është fjala për lëngjet, e dimë se ajo shpesh arrin në të gjithë organet nëpërmjet të cilave kompensohet shumë mungesa e organizmit. Për shkak të vlerës së ulët të pH-it, transportohet deri në organet në mënyrë të shpejtë dhe efikase. Në një litër hir mund të gjeni vetëm 360 kalori, gjë që është përgjysmë më pak me kaloritë të cilat mund të gjeni te qumshti i freskët. Përpos kësaj, hira përmban edhe albumina, minerale të cilat i gjejmë te hira mirëmbajnë tonusin e qelizave dhe pengojnë tensionin e lartë të gjakut, sulmin në tru dhe infarktin. Nga ana tjetër, proteinat pengojnë osteoporozën dhe rregullojnë kolesterolin. Përfshirja e hirës në dietën tuaj është një mundësi shumë e mirë edhe për të përmirësuar shëndetin e mëlçisë.